Disa njerëz e blen një lopë për ta therrur kurban. Dhe kështu që e tërhoqën për me e fut në therrtorën e qytetit. Mirë po si duket lopa e kuptoi dhe nuk hynte në therrtore edhe pse tentonin me gjitha fuqi ta e shtyjnë me zor. Këtë nuk e bënte. Derisa u paraqit pronari i lopës sërish dhe tha: "Çu bëm te?" Tha: "Ne e bletëm këtë për ta therrur, mirë po nuk e futim dot në therrtore." Atëherë tha: "Më jepni mua." Ja dha në dorë litarin e lopës dhe duke e pa dhe besimi që ishte i krijuar midis pronarit dhe midis lopës, në moment që e tërheqi litarin ish pronari pra i lopës, u fut në therrtore dhe ishte e gatshme të flijohet për pronarin e saj. Filloi të qaj pronari duke thënë: "Unë po e shes besimin e lopës që ka ndaj meje tek ju për disa dinar. Mi ktheni sërish dinarët, urdhroni parat, më ktheni lopën, nuk dua të futem në këtë trek me ju, nga se lopa më pas ka besuar mu e une po e tradhtoj për disa dinar të vegjël." Në këtë kontekst, miq të dashur, përderisa pronari e kuptoi dhe nuk e shet besimin e lopës dhe nuk e shet lidhjen midis lopës dhe pronarit që është krijuar me vite. Nga ne kemi njerëz të cilët e shesin fenë e tyre, shesin shtëpinë e tyre, shesin familjen e tyre, e shesin edhe interesin kombëtar dhe interesin nacional për një dinar të vogël. Mirë për ne, përderisa një pronar, një lopë nuk e jepte për interesin personal. Unë lut Allahun në këtë vend të shenjtë, mos ta shesim fenë tonë dhe traditat tona dhe gjuhën tonë për asnjë dinar. Jeni ku të qeni, mbeqit mirë, fi emanillah, wassalamu alaikum wa rahmatullah.